8:11 minuta në këto momente jeni me Wake Up. Me 12 prill janë zhvilluar në Hungari zgjedhjet parlamentare më të rëndësishme që nga largimi në fakt vullnetar i komunistëve në vitet 1989 dhe 90. Pas 16 vitesh në pushtet, Viktor Orban ka humbur mandatin e 6 duke lënë vendin Peter Magyar. Dhe ajo në fakt që ka rënë sy është dhe që është larguar me shumë qytetari duke pranuar vullnetin e votuesve, madje duke premtuar edhe prezencën e tij edhe në rolin e opozitës. Por do të flasim më mirë për këtë temë me Gjergj Bojaxhi, që është sipërmarrës, analist dhe politikan. E kemi kënaqësinë ta kemi sot mëngjes këtu në tryezën ton. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhe në Wake Up edhe një herë. Mirëmëngjes, të faleminderit për ftesën. Është kënaqësi që të kemi Gjergj. Pra, zgjedhjet në Hungari dëshmuan se në fakt një regjim bie. Madje edhe duke u zëvendësuar nga një person që edhe nuk ka i shumë vite në politik. Çfarë mendimi ke? Po, unë do të thoja që për ta vendosur pak në kontekst Hungarinë, edhe pastaj më vonë ta shikojmë se si mund ta përkthejmë për Shqipërinë. Hungaria është një vend që kishte një nga nivelet më të larta të korrupsionit në Bashkimin Evropian. Orbani kishte pasur kontroll absolut ndaj politikës hungareze për 16 vite, duke pasur edhe shumicë absolute në parlament, duke bërë dhe ndryshime kushtetuese, duke pasur mbështetjen dhe të rusëve dhe të amerikanëve, dhe duke pasur, domethënë gjatë gjithë këtyre viteve ka krijuar një kontroll pothuajse absolut në mediat kryesore, domethënë 8% e mediave kryesore ishin, si thua, pro-qeveritare. Praktikisht propagandë e qeverisë. Dhe pavarësisht gjithë këtyre avantazheve, gjithë nivelit të patronazhit që kishte krijuar, siç e kemi në Shqipëri, që kryetarët e bashkive, sidomos bashkitë e vogla, me ndihma sociale, me mënyra të tjera kontrollonin një pjesë të elektoratit, duke bërë ligjet, kodin zgjedhor, siç donte ai në avantazhin e tij. Duke pasur shumicë absolute, kishte bërë dhe ndryshimet kushtetuese, në mënyrë që kodi zgjedhor, zonat zgjedhore të jepnin avantazh partisë dhe grupimit të tij politik. Me gjithë këto gjëra, opozita mbas shumë viteve dështime dhe mbas shumë ndryshime, dhe duhet theksuar kjo, mbas shumë ndryshimeve të udhëheqësve opozitar, nuk ishte që ishte një person që për 20-16 vjet luftoi dhe që ta kishte një figurë ishte qendrëstar, domethënë, se këtu ne duam t'i vëmë rolin sigurisht vlerën vetveten politik të thjesht qendrëstar, kurse në të vërtetë ajo është një lloj kokforcie që t'i pengon alternativa të tjera që të dalin dhe të zhvillohen. Dhe mbas gjithë kësaj, si thua, në gjithë të kontekst, Orbani humbi zgjedhjet jo thjesht me 51%, po prapë me shumicë absolute. Domethënë opozita fitoi shumicën absolute. Një super shumicë është. Një super shumicë, po. 2/3 e parlamentit. Domethënë prapë tani opozita ka të drejtën, po dojë të bëjë ndryshime të kodit kushtetues të tjera. Dhe do t'i bëj me sa kam përshtypjen që duhen bërë patjetër në mënyrë të balancuar. Ka pasur disa gjëra që u sollën bashkë. Ajo analizë që ti bëre ose parashtrim i fakteve është interesant. Pra, kontroll absolut, kontroll i parlamentit, i bashkive, i ligjit për ta bërë siç duhet, kontroll i mediave në rastin e Orbanit, flirtimi i vazhdueshëm me rusët, kundërshtari më i madh brenda Bashkimit Evropian, si gjithmonë pyk pra ndaj lëvizjeve të bllokut evropian, një marrëdhënie ngushtë me zotin Trump, sepse po mendoj në kontekstin shqiptar, për shkak që thonë ka mirë me amerikanët, e duan amerikanët, nuk e lëviz dot se janë amerikanët, apo e duan evropianët, apo këtë e donin dhe rusët, evropianët jo dhe aq, dhe ai ka pasur shumicën. Ai ka, domethënë, në të kaluarën ka pasur mbështetje popullore dhe vjen një moment ku kjo zhbëhet. Çfarë mendon që e ktheu ishte një dallg, po themi votuesish kundër dhe i gjithë ky instalacion pro Orbanit nuk rezistoi dot. Çfarë mendon që e sjell në këtë pikë? Po që të jemi domethënë unë mendoj që pavarësisht se Orbani ishte një, si thua, partia e Orbanit ishte një parti e djathtë, biles mund të thuash goxha ekstremisht e djathtë, në thelb Orbani rreth parë ishte populist. Dhe populizmi ka një limit deri ku mund të çojë. Nga ana ekonomike, biles për të thënë diçka tjetër, Orbani në mbështesin jo vetëm amerikanët dhe rusët, por edhe kinezët, sepse ai është vendi në Europën perëndimore që ka marrëdhënie më të ngushta me Kinën, që ka tërhequr investime kineze etj. Erdhi një moment që
edhe për shkak të si thua dështimit ekonomik të modelit Orbanit, por edhe për shkak sepse njerëzit si thua u lodhën nga korrupsioni dhe nga skandalet e vazhdueshme që po i ndodhin me këtë lloj qeverisë dhe elite qeverisë që kishte krijuar, erdhi një moment që si thua erdhi një pikë kyçe ku qytetarët me vërtet filluan të mendonin që duhet bërë një ndryshim. Kjo u shoqërua edhe me faktin që opozita në mënyrë të vazhdueshme kishte dështuar, por edhe në mënyrë të vazhdueshme ishte reformuar, duke ndryshuar në çdo 4 vjet duke ndryshuar udhëheqësit e saj, derisa gjeti një njerëz të përshtatshëm. Opozita u bashkua tek ky njeri, jo sepse ky njeri përfaqësonte çdo element të opozitës në aspektin ideologjik. Përkundrazi, ky është i djathtë gjithashtu. Domethënë, le të themi pjesa e majtë e opozitës nuk ka udhëheqës sot në kuptimin që të fituese politikisht. Por opozita e kuptoi që po nuk u bashkua, ishte e pamundur të rrëzojë regjimin që kishte krijuar Orbani. Domethënë, zgjedhjet reale politike dhe ideologjike në Hungari do ndodhin mandatin tjetër. Faza e parë ishte të bashkohemi në mënyrë që të rrëzojmë këtë status quo të krijuar e cila po e mban Hungarinë në ngërç, si thua, ekonomik, social etj. Politik. Kështu që këtu kemi një opozitë e cila reflekton, mëson, ka zhdërvjellësi dhe nuk i ka udhëheqësit, sikur i kemi kështu siç e bëjmë në shkëmb, po. Aman mos na iki ky se ky na ka mbajt gjallë. Udhëheqësit janë aty për ta marrë partinë, për ta çuar përpara, dhe ata që nuk prodhojnë rezultat, ikin, duhet spostohen. E dyta, pavarësisht se Orbani kishte kontrollin e mediave, kur kjo rezultati i Hungarisë tregon që përtej efektit padyshim të jashtëzakonshëm mediave sociale, rezultati tregon që kur një shoqëri ka vullnetin dhe i ka ardhur më të hundës për të bërë një ndryshim, kjo shoqëri edhe pa kontroll, edhe pa sidosh platformën mediatike tradicionale, arrin të komunikojë, të përçojë mesazhe dhe të bëjë një ndryshim drastik të me këtë jam shumë dakord se pavarësisht se nuk ka media që mban, domethënë. Jo, tani në kohën e rrjeteve sociale është e pamundur. Edhe në Shqipëri po të duash, njerëzit janë vëmendjash e fragmentarizuar, ka celular, ka ekrane të vogla, ka burime informacioni, nuk e mban dot me pavarësisht që mund të kesh një media, 2 media, 3 media, ku ti mund kryesore, informacioni del edhe. Dhe një element tjetër që do doja ta theksoja, sepse mendoj që është shumë e rëndësishme dhe tregon pak edhe mënyrën e gabuar që ne kemi në shoqërinë tonë kur diskutojmë dhe kur përpiqemi të bëjmë ndryshime, është opozita nuk kërkoi ndryshime të kodit zgjedhor. Opozita tha, me këto rregulla që ti ke krijuar për avantazhin tënd, unë një ditë do të mund me këtë rregulla loje që ti ke ndërtuar, kurse ne çfarë bëjmë, sepse dua gjithmonë ta ekstrapolojmë pak tek Shqipëria. Ne çfarë bëjmë? Sa herë vjen momenti, ka që nga 2008, sa herë vjen momenti për të bërë zgjedhje, opozita fillon, hajde ndryshim kodin zgjedhor, ta bëjmë çik kështu, ta bëjmë çik ashtu. Këto e di çfarë janë? Justifikime. Këto janë justifikime dhe përpjekje për të mos ndryshuar vetë. Domethënë, nuk ka asnjë rregull që t'i japi dikujt një avantazh në mënyrë të vazhdueshme përjetësisht. Unë padyshim që kodi zgjedhor sot është bërë që Partia Socialiste të ketë një avantazh. Nuk diskutohet, nuk po e them, nuk është e padiskutueshme. Partia Socialiste ka një avantazh se ka një bazë më të gjerë politike, ka hequr koalicionet parazgjedhore, dhe kjo jep mundësi që duke qenë bloku më i madh automatikisht ketë një avantazh paraprak. Por thën kjo, thën kjo, prapse është e mundur, po thua. Pikërisht Hungaria tregoi këtë gjë, që pa pasur nevoja të ndryshosh kodin zgjedhor, duke lozur në të njëjtat rregulla loje që ka ndërtuar ai që është në pushtet. Ti po të ndryshosh, po të reflektosh, po të situash të gjesh me votuesit ato figura dhe personalitete publike të cilët janë të besueshme dhe kanë dinamikën për këtë gjë, ti mund ta mundësh pushtetin me rregullat e lojës që ka ndërtuar dhe me avantazhet që ka krijuar për veten e vet. Dhe rasti i Hungarisë tregoi që opozita nuk është që fitoi 51%, fitoi 2/3 e votave me rregullat që Orbani kishte bërë për veten e tij, duke dhënë më shumë avantazhe provincave me që aty kishte më shumë mbështetje, duke dhënë të drejtë votimi hungarezëve që jetojnë në Rumani dhe në vendet fqinje që janë minoritete, dhe votojnë për duke u dhënë pasaporta hungareze dhe duke u dhënë mundësi të votojnë. Duke u dhënë gjithë ato avantazhe, prap Orbani humbi. Pse? Sepse vullneti i shoqërisë
kur kombinohet me parti opozitare ose me dinamik politike të re, do ta bëjë ndryshime politik kur shoqëria ka nevojë. Dhe kjo mendoj unë është një nga këto gjëra thelbësore që duhet mësojmë, sepse padyshim që në Hungaria çdo vend ndryshon. Nuk mund të themi që me që ndodhi në Hungari do ndodhi diçka eksaktësisht në Shqipëri. Çdo gjë ka dinamika, ka ca karakteristika kulturore, por në thelb Hungaria tregoi që kur shoqëria e ndryshon opozitën derisa të gjejë opozitën më konkurruese, me të njëjtat rregulla që pushteti ka krijuar, mund ta mundi pushtetin. E kuptoj. Heidi. Po mendoja, po e analizoja. Në fakt e vërtet ka shumë për të analizuar, ka shumë gjëra, po me fitoren e magjar, si do të ndryshojnë marrëdhëniet e Hungarisë me BE-n? Domethënë do ketë një disbalans aty, çfarë do ndodh? Po kam përshtypjen që një nga arsyet që opozita fitoi ishte për të bërë një ribalancim dhe një rregullim të marrëdhënieve me Bashkimin Evropian, sepse kur folëm që Rusia, Amerika dhe Kina e mbështesin Orbanin, nuk tham që shumica e BE-s, në kuptimin si institucione kështu të përgjithshme, se ka edhe populistë të djathtë në BE, po ishin kundër modelit Orbanit, sepse të flasim atë që është një kryeministri i një vendi që merr më shumë fonde nga BE-ja se çjep me taksa, dhe që bën së dush kontrapedalin, nga një dorë ushqen, le të themi, merr diçka dhe nga dora tjetër ti e ka fshon, domethënë së dush. Kështu që Orbani padyshim duke shkuar në një populizëm ekstrem, kishte prishur marrëdhëniet me Bashkimin Evropian dhe opozita një pjesë e mandatit të opozitës është të balancojë këto marrëdhënie dhe të rregullojë. Është e rëndësishme që flasim për Bashkimin Evropian, sepse Bashkimi Evropian mendoj mund të shërbejë si një lloj busulle. Dhe herët apo vonë, kur je një autokrat si Orbani, do të biesh në kundërshtim me këtë busullën. Ti thua, këtej është veriu, po je drejtuar nga jugu. Dhe kur aspirata e hungarezëve, aspirata evropiane, se po i dëgjoja edhe në ato thirrjet e fitores në shesh ku ishim mbledhur populli që thrisin Europa. Pra kur aspirata evropiane, siç edhe ne kemi këtu, vihet në rrezik nga interesa të një politikani, në këtë rast Orbanit. Kjo zgjon tek njerëzit një lloj po themi alarmi që një sekond, se ëndra evropiane e popullit hungarez nuk mundet të lëkundet sipas interesave të varkës kalbur të Viktor Orbanit apo kujt do qoftë. Kështu që por mendoj që leksioni më i madh është për politikën. Në kuptimin që edhe në Hungari ishte politika, ajo që ishte e shëndetshme mjaftueshëm që të prodhonte agjentët e saj të ndryshimit, pra nuk pati një revolucion popullor. Nuk është se njerëzit dolën në sheshe, bën protesta, dogjën, shkretuan edhe e kapën Orbanin si Ceaușescu në Rumani dikur. Por politikanët ishin mjaftueshëm të zgjuar të kuptonin që nëse duam të bëjmë një ndryshim për këtë vend, duhet bashkohemi bashkë, siç po thoshën fillim atje, duhet japim alternativa. Në rastin e Shqipërisë, çfarë duhet të ndodhte për të pasur ndryshim. Ndryshimi ishte mirë dhe pak kënaqësi ka dhe njerëzit e vuajnë korrupsionin, nuk janë të kënaqur që shërbimet publike nuk janë në nivelin e dur etj. Nuk është se këtu ke një popull që po fërkon barkun edhe thotë jemi shumë mirë, jemi shkëlqyeshëm, nuk ka nevojë të ndryshojë asgjë. Madje edhe këtu BE-ja është shumë në rrezik. Ndryshim po ka tani po shikon krisjet e këto gjërat. Ndryshimi është gjithmonë i mirë. Politika është si ujë, thon ata, po e ta lësh të ndënjur do të qelbet në fund fare. Edhe këtu njerëzit kërkojnë vazhdimisht, po mungon, mendon, ajo leva e duhur politike për t'i bërë ndryshimet? Partia Demokratike, fjalëve, mos i bjem rrotull, është forca më e madhe politike, ka një lider që nga viti 1990, është Sali Berisha, edhe rreth tij sillet edhe një klani gjithmonë më të vogël të tij, dhe thonë që o me këtë burr o s'ka Shqipëri, nuk ka pjell ky vend tjetër. Kjo duket një kokforci e papranueshme. Në fakt është ironike që shqiptarët dhe e majta si thoshte braktisën Partinë Komuniste
Por e djatha që erdhi si opozitë dhe alternativë për të rrëzuar komunizmin dhe për të hapur demokracinë dhe lirinë në Shqipëri, refuzon të lëri të kaluarën e saj, sepse tani PD-ja u bë 30 e ca vjet dhe PD-ja ka një të kaluar me të mirë dhe me të këqijat e saj, që ne të gjithë e dimë, dhe refuzon ta lëri, si thua, të kaluarën e saj dhe të ecë përpara për një ndryshim. Unë mendoj që tani këtu fillojmë futemi pak tek çfarë ndryshon në shoqërinë shqiptare nga shoqëria hungareze. Domethënë, shikoj, ne të gjithë jemi njerëz jemi këtu në Hungari, në Amerikë, kudo. Por si çdo gjë tjetër, ndryshime fare të vogla në elemente kulturor apo të individit apo të struktura ekonomike etj. Sado që duken të vogla, ato në fakt mund të prodhojnë rezultate politike dhe mentalitete shumë ndryshe. Këtu tani mund të flasim për çfarë bën Shqipërinë ndryshe dhe pse, si thua, një gjë si në Hungari nuk ndodh në Shqipëri ose nëse do ndodhi, pse është vonuar kaq shumë. Unë mendoj që dhe ajo që unë shoh është që një nga gjërat që mendoj unë është një suksesi më i madh i elitës politike shqiptare, që mbase edhe Enver Hoxha do ishte xheloz po të ishte sot gjallë, është që ka arritur të mbjelli në masë një nivel kaq të lartë mosbesimi. Që të gjithë janë të korruptuar, të gjithë janë maskarejnë, të gjithë kanë një lojë të diku, të secilit i flë lepur i diku dhe ajo që thuhet, që personi thot publikisht, ka gjithmonë diçka që nuk po e thot, kupton, në aspektin e interesave apo motiveve. Kjo unë mendoj që i bën njerëzit të mos të duan të rrezikojnë me votën e tyre, të qëndrojnë me status quo. Sepse nëse të gjithë janë maskarejnë dhe hajdut, atëherë fitojnë ato që kanë struktura të ndërtuara, që janë Partia Socialiste dhe Partia Demokratike. Sepse nëse ti s'ke frym dhe nuk e besim, atëherë do fitosh me mekanizme që janë parti politike. Po edhe Peter Magyar nuk ishte një angjëll, ose nuk është një angjëll, nuk është njeriu perfekt. Duhet të thënë ose heroi, por është një person që doli, u hodh në arenën. Absolutisht. Si quhet edhe. Unë nuk po flas për njerëz perfekt, unë po flas për si duket qytetarët shqiptar e kanë që u duket sikur nuk duan të mashtrohen, nuk duan të rrezikojnë që të mashtrohen. Se po përpiqem edhe nga përvoja më parshme, cila është arsye që neve nuk bëjmë ndryshime politike me votë të konsiderueshme. Dhe sepse asnjë socialist që kur flet tamam, që flet jashtë kështu, nuk mbron Ramën apo nuk thotë që nuk ka korrupsion. Domthon edhe kur flet me dikë, nuk mbron Ramën, fillon shan Saliun me një të majt, domthon që janë që aktiv. Që do të thotë askush nuk thotë që kjo qeverisje që un kam sot dhe kjo partia ime është parti e ndershme. Thjesht merr me Saliun sepse Saliu është aty si referencë. Kjo tregon që njerëzit nuk është që nuk e dinë që ne jetojmë në një model dhe një sistem ekonomik dhe social të korruptuar dhe të kapur. Domethënë askush nuk mendoj që e gënjen veten. Por pse nuk pranojnë të lëvizin nga kjo status quo? Mendoj që fakti që neve kemi të njëjtën opozitë është një arsye, se nuk është e vetmja. Dhe fakti tjetër është që mbase nga që janë zhgënjur për 30 vjet në mënyrë të vazhdueshme me njerëz të rinj që janë përpjekur të bëjnë ndryshime, edhe kjo i ka bërë më të kurrur që të mos duan të rrezikojnë më. Mendoj që nuk është një faktor, mendoj që janë disa faktorë të mbledhur bashkë. E shikon, në mbyllje dua të pyes, e shikon të mundur që diçka e ngjashme në mos nesër pas nesër të ndodhi edhe në Shqipëri, që edhe në Shqipëri të ketë, këtë e dëshirojnë shumë njerëz. Njerëz të rinj në politikë. E dëgjoj këtë kudo. Jemi lodh me këta. Janë bërë shumë të lodhshëm dhe janë bërë shumë të lodhshëm. Jam dakord, por neve patëm 2-3 grupime të reja politike në këto zgjedhje, ato morën disa vota, padyshim, dhe më mirë aq se sa mos më kishin marrë fare, por jo mjaftueshëm për treguar që ky kërkesë e shoqërisë për një ndryshim të jetë aq e fortë sepse në fund të ditës kryeministri i ri hungarez ishte pjesë e partisë politike të Orbanit. Domethënë dikur, se po bënim me shaka që parë që të dalë dikush që ka qenë do e gjej një gjë. Domethënë të dalë dikush që ka qenë drejtor në kohën tani në kohën e Ramës dhe brenda nga PS-ja të shkëputet krijoi një parti të re dhe ta rrëzoi.
Ne do fillojmë, ai ka qenë kështu, është mos mirënjohës, gjithë to banalitetet e ballkanike thjesht për të mos shkuar tek thelbi, që orë duhet ndryshim apo s'duhet ndryshim. Ky person, pavarësisht çka ka bërë dje, a duket i fortë dhe i mjaftueshëm për ta çuar këtë që po thot deri në fund. Edhe pa qenë perfekt, prandaj ta përmend atë njeriu perfekt. Por nuk ka njeri perfekt. Jo, s'ka. Askush nuk është perfekt, gjithë kemi defekte. Dikush gjithë çështja është të zgjedhësh midis njerëzve më të mirë nga grupi që të është afruar. Por gjithsesi unë do thoja që në Shqipëri padyshim që është e mundur. Padyshim që edhe kjo lloj si thua sistemi politik që ka krijuar Rama, po them regjim, se mund ta quajmë regjim. Padyshim që mund të rrëzohet. Por që të rrëzohet, duhet që shoqëria të ndërtojë alternativa të reja. Kjo alternativa mund të jenë që Partia Demokratike të reformohet thellësisht dhe totalisht, apo duke krijuar grupime të reja politike, siç ishin 2-3 grupime që dolën në zgjedhjet e fundit. Edhe sa është e vështirë me grupimet e reja, me thy akoma më shumë atë stigmën e këtyre dy poleve. Pastaj ato janë për sot qëllimi është ky, të thyesh monopolin që është krijuar politik sot. Duopolin, po e quajmë po. Duopolin. Po duopolin, po flas edhe kapin e pushtetit që ka ndodhur. Po nuk ndodhi kjo, nuk ka rëndësi pastaj je i madh, i majt i vërtet apo i djathtë i vërtet. Këto, si thua, rryma politike nuk kanë hapësirë për të diskutuar, për të konkuruar, nëse nuk ndryshohet mënyra se si kontrollohet politika dhe ekonomia. Prandaj thash që leksioni i parë është për politikën, se politika duhet ta udhëheqë shoqërinë, shoqëria është e dëshiruar për ndryshim. Ndryshimi është i mirë, i vlen vendit, i vlen fëmijëve, i vlen të ardhmes evropiane të Shqipërisë, po kërkojnë alternativa dhe politika deri tani ka shërbyer si barrierë për të mos. Unë personalisht nuk është që kam nuk është që kam një zgjidhje, unë e kam provuar tek Partia Demokratike, nga prova që unë kam bërë, partia refuzon të reformohet. Ai sa e kam bërë unë, se kam bërë edhe të tjerë mbase më shumë se unë. E kam provuar si alternativë re politike, prap përsëri nuk ishte i suksesshëm, se nuk e ka fajin shoqëria. Në fund ditës, çdo njeri që provon diçka, nuk mund të shash popullin dhe votuesit. Do reflektosh te vetë jote çfarë bëre gabim, çfarë duhet kishte bërë ndryshe. Unë mendoj që ose duke reformuar partitë ekzistuese, klasë opozitare, se pasi janë pushtet vështirë të reformohet. S'ka pse. S'ka pse, se ka pushtetin. Ose duke krijuar alternativa të reja politike, është e vetmja mënyrë për të ndryshuar status quo politike që është krijuar në Shqipëri. Partia Demokratike në mënyrën se si është e konceptuar dhe nga njerëzit që drejtohet për momentin në mënyrën siç është nuk bën dot ndryshim që të rrëzojë pushtetin e Ramës që ka krijuar. Për mendimin tim. Ne shikojmë çdo të ndodh. Shumë faleminderit për kohën sot. Shumë faleminderit. Faleminderit për ftesën. Hungaria është tek Europa. Peter Magyar është tani kryeministri i ri. Po. Gjithçka mund të ndodhë, edhe ishte e pamendueshme në një sistem si ai i Orbani. Kthehemi shumë shpejt me të tjera, jeni me Wake Up në Top Albania Radio.